dalin në dritë foto nga ishulli djallëzor Epstein. Demokratët e thomës përfaqësuese në Komitetin e Mbikëqyrjes publikuan foto dhe video nga ishulli privat i Karaibeve i Jeffrey Epstein përmes pamjeve filmike hidhet dritë mbi atë që dikur ishte epiqendra e abuzimit të vajzave dhe grave të reja nga i dënuari për krime seksuale. Disa video tregojnë oborin një shtëpie luksoze si vend pushim kompletuar me një pishinë palma dhe një shtek nga pamje nga oqeani. Një foto duket se tregon një tavolinë me një terrasë të zezë, fjalë të tilla si pushtet, mashtrime e vërtet, muzikë, politik janë shkruar në të. Foto të tjera tregojnë zona të ndryshme duke përfshirë dhoma, gjume, banjo, një hapësirë me mobilje që i ngjan një karrike e dentisti, ndërsa tregohet edhe një telefon me emra të regjistruar në thirrje të shpejtë si Darren, Rich, Mike, Patrick dhe Larry. Sipas CNN, materiali që komisioni nxori në dritë mërkurën po publikohet për herë të parë dhe i gjithë është nga ishulli Little St. James në ishujt e Virgin të Shteteve të Bashkuara. Publikimi i fotove dhe videove vjen menjëherë pas nënshkrimit të një projekti nga Donald Trump, i cili detyron Departamentin e Drejtësisë të bëjë publike dokumentet që lidhen me Epsteinin. Publikimi i ashtu quajtur dosje pritet me shumë interes dhe mund të ndodhë në ditët në vijim. Robert Garcia, një kongresmen demokrat në Komitetin Mbikëqyrjes, tha se këto imazhe dhe video ofrojnë një pamje shqetësuese të botës së Epstein dhe të ishullit të tij, ndërsa theksoi nevojën për transparencë të plotë me hetimin e vazhdueshëm të krimeve të tij.